Atëherë përshëndetje të gjithëve. Fillimisht desha të falenderoj organizatorët, dhomën ekonomike të Maqedonisë, për ftesën që i bëri portit tonë për të ardhur për të krijuar mundësinë që neve të prezantojmë aktivitetin e portit Durrësit këtu. Најпрво би сакал да ви заблагодарам на поканата, преди се на Стопанската комора на Македонија, за што ни овозможи да направиме една презентација овде. Unë sinqerisht kërkoj një ndjes, sepse jam prej një vit e gjysmë në këtë detyrë dhe mendoj se kam ardhur shumë vonë për të prezantuar portin e Durrësit në Maqedoni, gjë të cilën do ta kisha bërë shumë më përpara. Најпрво сакам да побарам извинување, бидејќи јас сум во ова својство како директор на пристаништето Драч само година и пол. И инаку, доколку бев порано, сигурно ќе дојдев и ќе ја вршев оваа презентација малку порано. Në aspektin e përgjithshëm jemi dy vende që inspirojnë për të hyrë në Komitetin Evropian dhe nëse neve nuk kemi relacione të ngushta midis nesh, kemi shumë vështirë për të bërë hapin e madh për të kaluar në Komitetin Evropian. Секако нашите две земји се аспиранти за приклучување кон Европската унија и доколку немаме добра соработка помеѓу нашите земји, ќе се оттежни тој пат кон Европската унија. Pozita gjeografike dhe bashkëpunimi i hershëm midis dy vendeve e bëjnë dhe afërsia e portit të Durrësit e bëjnë shumë të favorshme koordinimin e veprimeve midis biznesit shqiptar dhe portit të Durrësit. Biznesit të Maqedonisë, Близината и географската положба на нашите две земји, секако и самото пристаниште на Драч, дава извонредни и поволности како за Македонија, така и за албанската економија. Ne kemi ardhur këtu grupi i drejtuesve të autoritetit portual Durrës me qëllimin për shpjeguar mundësitë që ofron porti i Durrësit për importet, eksportet e mallrave maqedonse. Овде сме една екипа на авторитети од самото пристаниште Драч со цел да објасниме за полностите и можностите кои што ги овозможува пристаништето во Драч. Kuptohet që për hollësitë do të ulemi do të diskutojmë me kolegët Maqedonës, por unë ju falenderoj edhe juve si media për përçimin që i bëni këtij aktiviteti në mediat Maqedonës. Секако за деталите ќе разговараме со македонските авторитети, меѓутоа исто така ви благодарам на одобрувањето кое што го примивме од македонските медиуми. Për ta mbyllur, ju premtoj që nuk do të jetë një takim formal që do mbyllet me kaq, por grupet e punës specialistët do të vazhdojnë të marrin masat konkrete për të kthy portin e Durrësit në portin kryesor, siç është dhe qëllimi jon, ambicia jon të kalimit të mallrave maqedonse. Би кажал дека ова нема да биде само еден формален состанок, понатаму ќе продолжиме со разговори и ќе се трудиме да ја постигнеме нашата цел, да го вратиме Драч како пристаниште, како едно од главните пристаништа во овој регион. Faleminderit. Çështje që është përgjithshme arsye pse duhet domethënë porti i Durrësit të shfrytëzohet nga ekonomia maqedonse. Sa mund të ketë porti i Durrësit zëvendësim i mirë për portin e Selanikut? Porti i Durrësit nga pozita gjeografike është një port hyrëse dhe dalëse e Ballkanit për në Evropën perëndimore, ku synimi i vendeve si Shqipëria dhe Maqedonia është të eksportojnë mallrat e tyre drejt Evropës perëndimore. Kështu që porti i Durrësit, vetë pozita e tij gjeografike, por edhe hapësirat e portit, mundësitë e përpunimit të anijeve janë të mëdha. Ky mendoj që është një favor në aspektin konkurrues në portit të Durrësit në lidhje me portin e Selanikut, që është porti konkurrent i joni në lidhje me Maqedoninë. Пристаништето Драч, како географски, така и економски е доволно добро развиено и има стварно добра положба, како за влез и за излез, но и самите можности за обработување на бродови отвара можности да отворено конкурира на пристаништето во Солун. Така да тоа е нашата цел, да го воздигнеме повторно на старото добро ниво. Neve kemi 3 projekte të mëdha që mund të deklaroj dhe mediave. Kemi projektin e rrethimit të basenit të portit dhe të kanalit të hyrjes të portit. Kemi projektin e lidhjes së portit me Hekurudhën. Si dhe jemi duke parë, bile se specialistët do të na japin ndihmën e tyre dhe specialistët maqedonas për të krijuar një port të thatë që quhet ose në Librazht ose në Lin, që kompanitë maqedonse mos jenë detyruar të vinë deri në portin e Durrësit, por të vinë deri në Lin ose në Librazht, aty ku specialistët mendojnë që mund të jetë më i përshtatshëm ky vend. Ние веќе имаме 3 големи значајни проекти. Првиот ќе биде продолбочување на базенот на пристаништето на Драч, вториот дел е да се поврзе
пристаништето со железница и третиот дел да отвориме едно суво пристаниште кое што би било да речеме во Либрашт, кое што би овозможило да не мора да речеме клиентите од Македонија да патуваат се до Драч, туку да го користат тоа суво пристаниште како централна врска. Ќе ми информата се компанија Македонија се продорим портине Дурсит да сашта шума, се финансата цилјат Шаркулоин, при Македонија спе компаниве Македонија се на портине Дурсит. Të dhënat sakta për këtë punë është vështirë të mbledhim, sepse në portin e Durrësit punojnë kompani koncesionare dhe mbledhja këtyre dhënave është kryesisht punë e doganës shqiptare, nuk është punë e autoritetit portual. Unë di, За жал, многу е тешко да се дојде до овакви податоци, бидејќи повеќето компании ги користат шпедитерските компании кои што соработуваат со пристаништето во Драч. Меѓутоа, верувам дека тие податоци би требало да ги има Царинската управа на Република Албанија. Gjithsesi, niveli i shkëmbimeve tregtare midis Maqedonisë dhe Shqipërisë është rreth 150 milion euro në vit, ku rreth 90 milion janë eksporte dhe 60 milion janë importe. Gjithsesi, është akoma një shifër që lën për të dëshiruar. Колку што сум ја запознат, вели протокот на средства во трговија, во економска трговија помеѓу Албанија и Македонија се движи некаде околу 150 милиони евра, од кои што 90 милиони се увоз, а 60 милиони се извоз. Pra ka shumë vend për të. Значи има навистина доволно простор за понатамошна соработка. Сидо дека лоhet проблеми инфраструктура, спасително кај аз е директно дери на Dorës, сидо е дека лонијата. Ndoshta zonja gazetare flet për Hekurullën. Може би вие зборите за железницата, дека нема пристап? Ky është një ngërç. Unë para disa ditësh kam biseduar në organet kompetente shqiptare. Jam informuar dhe për investime të mëdha që qeveria e Maqedonisë do të kryejë në infrastrukturën rrugore dhe kurrëllore. Kam dëgjuar rreth 430 milion euro për autostradën nga Korçova në Ohër dhe rreth 300 milion euro për autostradën nga Shkupi në Bullgari. Gjithashtu kam dëgjuar edhe për një investim rreth 500 milion euro për rrjetin e rrugëve të Maqedonisë, e cila do të plotësojë dhe hapësirën boshe rreth 70 kilometra për të lidhë Maqedoninë me Shqipërinë. Колку што за жал ова е малку проблематично. Јас разговарав со нашите власти, меѓутоа и со македонските авторитети. Се информирав дека ќе има инвестиции во вредност од 430 милиони евра за патна инфраструктура, најверојатно за автопатот од Кичево до Охрид, а потоа и од Скопје до бугарската граница, меѓутоа исто така наслушнав дека ќе има инвестиција од 500 милиони евра во обновување на железничката инфраструктура. Веројатно и тоа ќе го покрие тој празен од 70 километри кон албанската граница. Kurse nga pjesa shqiptare, investimi i portit Durrësit, lidhja e portit me rrjetin hekurullor shqiptar është pothuajse gati. Што се однесува за албанската страна, поврзувањето на пристаништето од Драч до граничните премини е речиси готов. Ndërsa përfundimi i korridorit 8, i cili për hir të vërtetës ka vite që flitet, mendohet jetë nga prioritetet e qeverisë shqiptare. Но финиширањето на коридорот 8, кој што веќе трае повеќе години, се надеваме со помош на албанските авторитети дека ќе биде привршен многу наскоро. Абе, Стево, бе. Стевица? Пушти го ту.